Temperaturat e larta ndikojnë në shëndetin mendor duke përkeqësuar gjendjen e personave që vuajnë nga ankthi dhe stresi. Sipas specialistëve, ditët e nxehta prishin në ritmin normal të jetës dhe përveç efekteve fizike mund të shkaktojnë edhe probleme psikologjike. Psikologët në Elbasan shprehen se gjatë verës vëret një rritje shqetësimeve tek pacientët me ankth dhe stres. Tek personat që vuajnë nga çrregullimet e ankhit apo të depresionit ose në tërësi që kanë të bëjnë me çrregullimet e shëndetit mendor, temperaturat e larta shpeshherë ndikojnë më së shumti jo për ta shtuar, po themi, çrregullimin, por thjesht për të shtuar disa simptomatologji që mund të jenë pak më të ashpra, që do të thotë ndihen më të ndikuar, mund të ndihen më të lodhur, mund të ndihen më të depresionuar dhe mund të ndihen shumë më të paaftë për të kryer ato po themi aktivitete të përditshmërisë së tyre. Specialistët theksojnë se më të prekur nga ndryshimet ekstreme të temperaturave janë të moshuarit. Të moshuarit vetvetiu, duke menduar edhe gjendjen e problematikave që mund të kenë lidhje edhe me sëmundje të tjera që mund të jenë kronike, patjetër sepse krijohet një mbivendosje këtyre simptomatologjive të ndryshme dhe patjetër ata e kanë pak më të vështirë sepse e kanë dhe më të vështirë pastaj për ta menaxhuar atë se çka po ju ndodh, sepse reflekset janë më të avashta. Edhe personat që nuk kanë probleme të diagnostikuara të shëndetit mendor mund të përjetojnë lodhje, nervozizëm apo vështirësi në përqendrim gjatë periudhave me temperatura të larta. Për këtë arsye, specialistët rekomandojnë që çdo shqetësim i vazhdueshëm të mos neglizhohet dhe kur është e nevojshme të kërkohet këshilla e një profesionisti për të mbrojtur shëndetin mendor gjatë muajve të verës.